Para pak ditësh bët publik një skandal për licencën e kazinos Air Albania, ku përfshihet vëllai i kryeministrit Rama. A do ta dërgoni në SPAK këtë çështje dhe nëse SPAK nuk vepron, cili do të jetë hapi juaj i radhës? Të përshles Albano dhe të falenderoj për pyetjen. Skandali i madh që denoncoi Belin Kliçi, në fakt sepse kishte ndjekur me shumë dokumenta, është një dëshmi tjetër e madhe e implikimit direkt të Edi Ramës dhe familjes së tij në të gjitha kanalet e parave të zeza të vendit. Besoj se ju kujtohet kur u shkatrua stadiumi kombëtar, stadium me vlera të mëdha historike, me një fasad të njëjtë prej arkitektëve më të njohur. Edi Rama bëri berru fesa ata gur dhe ato plakat fasadës do t'i rikthej siç ishin. Në vend të tyre riktheu kullën Kristaq Rama. Dhe dyqanet e pafundme Hanem Rama. Familjes tij të gjitha. Në një akt korruptiv të papërmbajtur. E vërteta është se Olsi Rama që me rikthimin e tij në Shqipëri u gjeti implikuar fuqishëm në xibrak, në drogën dhe me lojrat e fatit bashkë me Geron Xhafën. Por lukunia e tij nuk ka të ndalur. Ai erdhi me një grup ndër të cilin edhe të famshmin Gerti Haka dhe një Lumani, Shkelqim Lumani, me të cilët ai menaxhon kazinon e kullës Kristaq Rama. Në transaksione siç keni dëgjuar ju, toka që është ble me 320.000 euro është shitur pas 60 ditësh me 26 milion euro. Kjo mund të ndodhë vetëm në mbretërinë e Sultan Surrelit dhe në asnjë vend tjetër të botës dhe vetëm me familjarët e tij dhe në askën tjetër. Sigurisht që kjo do i dorëzohet SPAK-ut të skapit të partisë, por siç e din Albano, asnjë dosje që lidhet me Ramën dhe rrethin e tij, aty nuk ecën, aty bllokohen. Ndaj dhe rruga e vetme me që po më pyet është protesta dhe vetëm protesta. Mbeten qytetarët të thonë fjalën e tyre. Fatmir Myrta, zoti Berisha, në Tiranë flitet gjerësisht se Olsi Rama është menaxheri i industrisë së lojrave të fatit. Cili është qëndrimi juaj për tentativën e mazhorancës për rikthimin e ligjit të lojrave të fatit në parlament, pas shumë vitesh operimi në mënyrë informale? Ne jemi sigurt se Olsi Rama është sot njeriu më kryesor në lojrat ilegale të fatit, është një nga më kryesorët
në vjedhje dhe të mërshme që u bëhet edhe qytetarëve të huaj me call centrat, dhe vendi i tij është dhe duhet të jetë para ligjit. Ne do bëjmë gjithçka. Albano dhe ju zotëri, që ky qytetar shqiptaro-amerikan të mund të vlerësohet dhe nga drejtësia e Shteteve të Bashkuara. Të mund të hetohet dhe nga drejtësia e Shteteve të Bashkuara. Pavarësisht se veprimtarinë e tij kriminale nuk e ushtron Shtetet e Bashkuara por Shqipëri, por ligjet amerikane ndalojnë atë të kryejë veprimtari kriminale kudo që të ndodhet. Kurse ligjin e lojëve të fatit ne nuk e votojmë. Është ligji Olsi Rama. Ersen Dobrovoda, doktor, para pak ditësh, Kuvendi i Shqipërisë konfirmoi se vetëm 19 nga 74 deputet socialistë që votuan pro ligjit për ratifikimin e marrëveshjes së UHAS me Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin nënshkruar deklaratën për të njohur me tekstin e marrëveshjes. Kjo do të thotë që të paktën 55 deputet kanë votuar pa i ditur fare se çfarë po votojnë. Ju si grup parlamentar i Partisë Demokratike, ju drejtuat gjykatës kushtetuese për këtë çështje, mund të na thoni cili është synimi i Partisë Demokratike me këtë lëvizje? Faleminderit për pyetjen. Së pari duhet sqaroj çdo shqiptar se Partia Demokratike mbështet plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve nga vendet anëtare të NATO-s për mbrojtje. Jemi në kohë luftrash. Kjo duhet ishte bërë dhe më parë. E filluam ne me 2%, te kanë zbrit tek 1.3%. Sikundër, ne falënderojmë qeverinë e Shteteve të Bashkuara për kredin me cilën ushtria shqiptare mund të ble pajisje moderne për mbrojtjen e vendit. Por, Edi Rama trajton edhe këtë moment si një narkodiktator i paskrupullt, i paftyrë. Në një kohë kur ai vetë e ka miratuar në qeveri me datën 19 qershor, e dorëzon në parlament me qëllim me datën 18 korrik. Dhe kryetari i një grupit parlamentar, Gazmend Bardhi, thirret nga Niko Peleshi dhe diskutojnë për këtë marrëveshje. Zoti Bardhi i thotë që ne mbështesim plotësisht. Të vetmen kërkesa që kemi, së pari, marrëveshja të lexohet nga deputetët. Së dyti, të respektohet afati kushtetues. Afati kushtetues për miratimin me procedurë urgjente është 1 javë. Duhet nga dita e depozitimit në parlament, nuk mund të bëhet pa kaluar 1 javë. E vërteta që Niko Peleshi bie plotësisht dakord, këtë drejtë, thotë. Edhe për kërkesën e parë dhe të dytë. Dhe kryesia e parlamentit përcaktoi datën 31, ditën e premte, si ditën e fundit të parlamentit. Pikërisht për të votuar në kushte
në përputhje me procedurën kushtetuese marrëveshje. Por ligësia e Edi Ramës, i cili e dinte që ne kushtetutën nuk e shkelim. Ja. Ne ajo shkel kushtetutën kundra nesh, por ne ortak në shkelje kushtetutën me të nuk bëhemi. Dhe ai përmbysi çdo gjë. Përmbysi çdo gjë. Urdhroi Peleshin dhe tualetin e tij që të votojë me datën 23 korrik, ditën e hënë, në kundërshtim me kushtetutën marrëveshja. Të votojë pa lexuar. Sepse ata vendosën për shkak të konfidencialitetit dhe nuk kishte konfidencialiteti për termat ushtarake, si ishte ushtarak, për termat tregtare, normal. Sepse atë kredi, qeveria amerikane, atë lloj kredie, në një vend tjetër mund ta kenë dhënë në kushte tjera, me kondicione tjera dhe nuk do të krijoj debate. Pra, urdhroi dhe ata e votuan kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim të hapur me rregulloren e parlamentit dhe një dokument për cilin nuk ka nevojë ta lexonin shumica e atyre që votuan. Ne, në këto kushte, për të mbrojtur kushtetutshmërinë, dërguam procedurën, jo marrëveshjen. Edhe njerë, ne nuk kemi asnjë kundërshtim me marrëveshjen. Dhe unë përgjeni duhet ju informoj se ne palës amerikane i kemi bërë të ditur se jemi të gatshëm në çdo kohë, në qoftë se rikthejnë atë që bën në kundërshtim me kushtetutën dhe e vendosin kushtetut, deputetët e Partisë Demokratike janë gatshëm të mblidhen dhe të votojnë marrëveshjen. Por natyrisht Edi Rama e kishte të qëllimshme, se mendonte se i bëri një kurth opozitës, duke shkel kushtetutën, një paftyr, njëri që s'ka moral, s'ka nder, s'ka dinjitet, njëri që e konsideron veten mbi ligjin, mbi kushtetutën, dhe kjo është arsyeja sepse ne ju drejtuam gjykatës kushtetuese, e cila në raste të tilla analoge e ka gjetur jo kushtetuese procedurën e ndjekur. Dhe në rast u kujtohet ju, të njëjtën gjë bën me rregulloren e parlamentit, por gjykata ktheu mbrapa procedurën. Elisabeta Musta, përshëndetje zoti Berisha, Kajo vepron në një sektor që lidhet drejt për drejt me sigurinë kombëtare. Si e shpjegoni që deri më sot SPAK nuk ka sqaruar publikisht nëse ka verifikuar të gjithë procesin e krijimit të kësaj skeme, vendimet e firmosura nga Belinda Balluku dhe marrëdhëniet e kompanisë me Ron Njefet? A mendoni se kemi të bëjmë me një standard të dyfish të drejtësisë, kur për një çështje kaq të ndjeshme nuk ka ende përgjegjësi të qarta? Si e shpjegoni që Edi Rama nuk ka dhënë shpjegime publike për vendimarrjen që çoi tek modeli Kajo, ndërsa SPAK nuk ka bërë publike rezultatet e ndonjë hetimi të plot mbi rolin e zyrtarëve përgjegjës? Faleminderit për pyetjen Elisabeta dhe përshëndetje. Ky rast është një nga rastet e shumta që faktojnë se skapi është në kontrollin e plot dhe total të Edi Ramës. Ju keni shumë të drejtë. Në këtë sipërmarrje janë denoncuar dhe janë konstatuar shkelje të mëdha ligjore. Konflikte të rënda dhe korrupsione të mëdha për shkak të këtyre shkeljeve. Dosja e dërguar përmban dokumenta të panumërta. Por, natyrisht, mos harroni një moment. Pasi përdori 83 mandatet për
si mburoj për Lubi Ballukun, Edi Rama deklaroi se çështja Balluku është e mbyllur. Ndaj dhe këto thirrjet e saj në spak janë thjesht procedura pa asnjë vlerë, se Edi Rama në luftën e hapur të shpallur ndaj sistemit, ndaj spakut dhe drejtësisë, natyrisht ka të gjitha mjetet e kontrollit absolut mbi ta. Griselda Selimaj, doktor, pas arrestimit të Ermal Beqirit në Francë, a mendoni se SPAK duhet të zgjerojë hetimet për të verifikuar të gjitha kontratat publike me të cilat ai është lidhur, përfshirë edhe ato që janë përmendur në debatet publike për Akshin, si ka mundësi që të thuhet se kompanitë e lidhura me të vazhdojnë të përfitojnë tendera publik? A duhet të hetohen gjithashtu pasuritë, investime dhe lëvizjet financiare brenda dhe jashtë Shqipërisë për të sqaruar se ku kanë përfunduar këto para? Që të gjitha duhet hetohen, por për fat të keq, hetime nuk ka. Ju e ndigjuat e nderuar. Vetëm 10 ditë më parë veta, jo me kompani, kompania e tij vetë direkt fitoi tender. Ai nga Akshi ka përfituar të paktën 200 milion euro bashku me Frangu, se ai është prestanome i Edi Ramës. 10 ose 100 milion mund të ketë fituar me Duranë dhe tendar të tjerë. Imagjinoni njeriu që blen jahte, avione dhe bën jetën më prallore. Njeriu që për cilin mandat arresti u lëshua në 24 dhjetor të 2025. Por unë, me 24 prill të 2026, denoncova para mediave se nuk ka mandat arresti ndërkombëtar për ta. As për Gysin, as për Ermal Beqirin. E vërteta, drejtuesi i SPAK-ut deklaroi se ata prej disa javëve po bashkëpunojnë me Francën. Këtu ka disa probleme. Ai në prill dhe në qershor ka bërë veprime me avionët e tij, blerje, regjistrime e tjerë në 2 vende në të cilat shteti ligjor është i fortë, në Austri dhe Sloveni. Dhe ai në rast se do të ekzistonte mandat arresti ndërkombëtar, ai nuk bënte dot të këto vende asnjë veprim. Por atë mandat arresti ose nuk e lëshuan me urdhër të Ramës prokurorët e SPAK-ut, ose e lëshuan dhe e bllokoi policia e Edi Ramës. Unë mendoj se transparenca është e domosdoshme. Mund të ketë patur, s'mund të them sepse mund të ketë dokumenta, po duhet paraqitur dokumentat. Mund të ketë patur dokumenta, ose mund të ketë dokumenta që po bashkëpunonin me autoritetet franceze. E vërteta është që autoritetet franceze atë e arrestuan krejtësisht rastësisht. E arrestuan se ai fluturoi mbi një objekt që s'mund të fluturonte, në atë lartësi që fluturoi. Kështu që por, çfarë ishte në fundit Ermal Beqiri? Ermal Beqiri. Ishte Edi Rama, Linda Rama, ishte familja Rama. Ai ishte një personome i tyre, njëri që grabiste milion, qindra milion në emër të tyre. Akshi është kopshti privat i Edi Ramës i faktur në mënyrë përfundimtare.
Ergys Hasa, Akshi është në varësi të kryeministrisë, si ka mundësi që SPAK nuk e ka thirrur asnjëherë Edi Ramën për të dhënë shpjegime për këtë çështje, ndërkohë që janë përmendur emra si Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri? A nuk duhet të hetohen të gjithë deri tek përgjegjësi kryesor politik? Ju keni shumë të drejtë. Në një shtet ku sundon ligji, ajo është e domosdoshme. Por në qoftë se kujtohet, rreth një vit e gjysmë më parë, Edi Rama udhëzoi rojet edhe punojësit që të mos lejojnë asnjë hetues apo prokuror të bëj konfiskime apo gjëra në zyrat e kryeministrisë dhe zyrat tjera. Kuptohet që urdhrat të tjerë pastaj janë dhënë dhe kërcënime të tjera dhe në fakt ata nuk guxojnë. Nuk guxojnë ta thrasin, nuk guxojnë ta hetojnë. Ju e dini, e thatë bukur. Ky Rama deklaronte se Akshi është sukses i madh i kësaj qeverie. Çfarë doli? Doli strofulla e mafjes më të rrezikshme në Europë, Akshi. Edi Rama u paraqiti shqiptarëve koncesionet në shtetësi si përmirësim në jashtëzakonshëm të cilësisë shërbimeve, shpëtimin e tyre. Ata në vjedhjet më të mëdha në këtë fushë në historinë e një vendi. Dhe se thirrën një herë të vetme. Ata zguxuan, nuk guxuan të thrasin, të hapin padi për Ilirbeqen, për sterilizimin. Ndonë se dokumentat shtetërore provonin se çmimi pas nga koncesionari në vend që të ulej si të kërkon ligji, u rrit 83 herë për njësi. Nuk e thirrën dot, sepse ishte Edi Rama mrapa. Kujtohet kur vraponte nga një studio në studio tjetër me gërshan, me bish të thyrë dhe me pincat në rishkura. Thoshe, jam nëse operohet në Shqipëri, tani do vjedhun. Me një fjalë, nuk kanë të fund, nuk kanë të përshkruar krimet dhe vjedhjet e tyre. Por, kanë mburoj të plot SPAK-un dhe drejtësi, dhe organ drejtësisë. Ju e patë gjykata e liroi dje. Ilirbeqe, bile, po të garantoj që pas një javë e 2 javë, Edi Rama do t'i dorëzoj atij certifikatën e mirënjohjes, siç e bëri me Jurges Çyrbin, siç e bëri me Bardhyl Agasin. Pra, ky është Besmir Leshi, zoti Berisha, euro dhe dollari janë në nivelet më të ulta historike, rast unik në rajon. Në 5 muaj plot 19 herë Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka paralajmëruar Tiranën për pastrimin e parave. Dash e ka evidentuar këtë fenomen në çdo raport, si dhe Bashkimi Evropian është alarmuar. Por kryeministri Rama vijon t'i quaj broçkulla, ndërkohë që sa i përket nivelit të euros, ai dhe ministrat e tij thonë se janë remitancat. Por remitanca kanë edhe vendet e rajonit dhe në rajon nuk është ky fenomen. A jeni në kontakt me partnerët për këtë që po ndodh në raport me pastrimin e parave? Ju falenderoj për pyetjen. Instalimi i narkoshtetit në Shqipëri përbën zhvillimin më dramatik dhe shkakun më themelor të rrëkullisjes së këtij vendi në këtë shkallë. Përbën faktorin më bazë të dramës më të madhe demografike të kombit shqiptar që nga vitet 1300. Një gjë do të them.
u them shqiptarëve sot, se që në vitin e parë të ardhjes e Edi Ramës në pushtet, kam denoncuar me forcën më të madhe shndrimin e Shqipërisë në Kolumbinë e Europës dhe instalimin e narkoshtetit. Shndrimi i Shqipërisë në eksportuesin kryesor të kanabisit në Europë dhe më pas kartelet shqiptare të drogës transportuesit më të mëdhenj kokainës nga Amerika Latine në Europë, në bashkëpunim me Edi Ramën, bën që miliarda euro të hynë në Shqipëri me kontejner, me arka metalike, me autobus, me mikrobus, me vetura, në të gjitha mënyra. Vetëm 3 javë më parë, unë kam denoncuar 3 kontejner që erdhën në Durrës, në portin Troplini, se tani porti Durrësi duhet quhet sot e tutje porti Troplini. Ata e administrojnë prej 5 vitesh dhe 1 kilogram drogë nuk kapet. U hapen kontejner dhe u shkarkuan tonelata euro me vinça. U përballen për një moment polici dhe dogan, por pastaj gjithçka u vendos paqja. Ato u zhdukën. I morën kartelet edhe i kthej në kulla. Por ndërkohë vrasin, shkatrojnë eksportin shqiptar. Sepse eksportuesit në Shqipëri, punëtorët e tyre i paguajnë me lek. Të gjitha shërbimet i paguajnë me lek. Energjinë e paguajnë me lek, ujin e paguajnë me lek dhe çdo gjë tjetër. Mirë po, të ardhurat i marrin në euro. Dhe kjo bën që fitimi të zhduket atyre për shkak të humbjes prej 30-32% të forcës së euros. Po kështu me remitencat. 100 euro sot janë 70. 100 euro të vitit 2013 sot janë 70 euro. Po kështu turizmi, rënje dramatike, sepse me 100 euro tani du të paguaj 130 euro dhe çmimet. Pra, këto janë fakt, ky është, këto narko euro. Dhe ne ja kemi dalë, unë të them ne kemi me gjithë përpjekjet e mëdha dhe lobimin e jashtëzakonshëm të Edi Ramës për ta fshehur këtë fenomen, rezoluta e fundit për Shqipërinë e partive popullore shpreh shqetësimin e thellë për narko euro. Por unë njerëzisht do të ftoja shqiptarët të ndjekin dosjen Aruba. Aruba është dëshmia më flagrante e narkoshtetit, e Shqipërisë narkoshtet, dëshmia më flagrante e bashkëpunimit. Trafikant, biznismen, qeveritar.
Në Aruba, ku është bërë takimi tresh i 3 palëve, nuk kanë shkuar vetëm biznismen. Kanë shkuar zyrtarët më të lartë të dërguar nga Edi Rama ose vetë Edi Rama, këte nuk mund të them për vetë Edi Ramën, po për qeveritar 100%. Altin Troplini, që ka dosjen, u thotë shqiptarve, emrat e banditëve që e trafikantëve, u thotë dhe emrat e ndërtuesve, por mban të fshet emrat e qeveritarëve të partisë. Vetëm e vetëm që të mund të mbuloj bashkëpunimin qeveritar me klanet e drogës në narkoshtetën e Shqipërisë. Kemi dhe një pyetje të fundit për ta mbyllur, doktor. Sot Ilir Beqaj ka shkruar për ju, duke thënë se mora vesh se dje më kishte dërguar selam edhe doktor Berisha, nuk do t'i përgjigjem këtu, sepse në vjesht do t'i jap mundësinë të thotë edhe më shumë kur të vi si dëshmitar në procesin për koncesionin e instrumenteve kirurgjikale. Urdhë, edhe njërë? Pra, kemi një reagim të Ilir Beqaj, i cili thotë se ka shkruar sot për ju, duke thënë se mora vesh se dje më kishte dërguar selam edhe doktor Berisha, nuk do t'i përgjigjem këtu, sepse në vjesht do t'i jap mundësinë të thotë edhe më shumë kur të vi si dëshmitar në procesin për koncesionin e instrumenteve kirurgjikale. Nuk mund të përgjigjesh, sepse zbashku me Edi Ramën jeni 2 faqezit më të mëdhej në historinë e këtij vendi vetëm në raport me koncesionet. Nuk mund të përgjigjesh sigurisht. As me atë korbën e Covidit. Se nëse ka njerëz që me aktet e tyre kanë kryer krime kundër njerëzimit, jeni ju, të 3. Ndaj dhe s'ke si përgjigjesh ti. Nuk ke si përgjigjesh ti. Rëndojnë krime të rënda mbi ty. Këto ishin pyetje, doktor. Të dashur miq, sot është një gushti. Sot, shqiptarët nga mbar bota do të vërshojnë në protestën epike, rinore qytetare, e cila është bërë e famshme në Europë dhe në botë. Ndaj dhe ju ftoj çdo demokrat e demokrat, çdo qytetar dhe qytetar ti bashkohet kësaj proteste. Të bashkoj sakrificën e tij për liri, me sakrificën e atyre trive dhe qytetarëve që prej 2 muaj mbajnë në duart e tyre pishtarin e shpresës për kombin shqiptar. Prej 2 muajsh përballen në një betejë më të parabarabartë me regjimin më të urryer, diktatorial që kanë patur shqiptarët pas regjimit të Enver Hoxhës. Sakrifica e përnatshme e atyre mira trive dhe qytetarëve për idealet e lirisë duhet të jetë frymëzuese për çdo shqiptar që e don Shqipërinë, për çdo shqiptar që beson në lirinë
dhe që beson se liria është thelbi i dignitetit të tij dhe të vendit të tij.